Për mua është Për mua është një kënaqësi që të moderoj këtë panel sot, edhe sepse jam vetë një alumni në Suedi, kështu që e gjej veten shumë të ngjashëm në shumë aspekte me panelin sot, por duhet të pranoj që paneli sotshëm ka një guxim më të shtuar se unë, sepse përveç guximit për të larguar nga familja dhe atdeu, ato kanë thyer dhe barrierat gjinore dhe stereotipet për të ndjekur ëndrat e tyre. Pa humbur kohë, dua të prezantoj për të mbajtur fjalimin hyrës zonjën Lutiona Lula, themeluese e rrjetit Erasmus Tirana, dhe më pas vazhdojmë agjendën. Mirë se erdhët të gjithë dhe faleminderit. Unë jam themeluese e Erasmus Network Tirana, bashkë themeluese. Jemi një grup ish studentësh të kthyer nga jashtë që vendosëm të bëjmë diçka më shumë për të promovuar programin, po edhe për të kontribuar në mënyrën tonë me çfarë kishim studiuar jashtë, duke qenë se shumica prej nesh ishin marrëdhënie ndërkombëtare, shkenca politike dhe fuqia e shkencave sociale. Ju kush studion në këtë drejtim e di që është fjala, kështu që inxhinierët apo të gjithë profesionistët teknik që na ndihmojnë në lehtësinë e jetës e dinë që kjo pjesë është shumë e rëndësishme. Unë doja të shpjegoja pak pjesën e projektit, që ju të futeni në temë, për kudo që na kanë ndjekur, numrat nuk i kemi të këqij, kështu që numrat e insightseve janë shumë të mira, po ndoshta ju kanë rënë videot në sy. Për gjatë 6 muajve ne kemi ndërmarrë një fushat sensibilizuese, informuese, po edhe shpresoj motivuese për të rinj, duke sjell histori përmes videove të shkurtra në rrjetet sociale dhe YouTube, historitë e vajzave shqiptare që kanë qenë në emigrim. Normalisht janë histori individuale dhe ne nuk pretendojmë të përgjithësohet përvoja, madje është e kundërta, ne duam të thyejmë atë barrierën dhe atë narrativën që ekziston në shoqërinë shqiptare që të rinj duhet ikin patjetër jashtë dhe atje mund ta plotësojnë veten. Ne duam ta sillim këtë në mënyrë që të tregojmë që të rinj shqiptar mund të jenë pjesë e një karriere ndërkombëtare dhe mund të lëvizin lirisht dhe mund të bëjnë atë që quhet brain circulation, pra qarkullimin e trurit, dhe nuk kanë pse të shikojnë gjërat bardhëzi siç jemi rritur nga prindrit. Normalisht janë të justifikuar me jetesën dhe kushtet që kanë qenë më para. Dhe duke sjellë përvojat personale, ne jemi munduar të nxisim pak edhe kurreshtjen tuaj dhe të bëjmë një shpërndarje gjeografike. Historitë janë se jemi pak si Blendi Fevzi, nga shqiptarë për botë, po historitë e vajzave janë në Kinë, në Turqi, në Bashkimin Evropian, në vende të ndryshme, në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra jemi munduar të kapim realitete ku vërtet synohet, sidomos në pjesën e perëndimit, që synohet që të rinjt shqiptar të shkojnë. Arsyeja pse kemi zgjedhur pjesën gjinore është sepse është dhe një barrierë më shumë, ndoshta sidomos për vajzat shqiptare që nuk jetojnë në Tiranë apo në qytete kryesore, stigma është edhe pak më e madhe, kështu që duam të inkurajojmë që dhe ato vajza dhe djemt të realizojnë potencialin e tyre. Por unë personalisht mendoj që presionit e djemt në fakt për të emigruar qoftë edhe në mënyrë të jashtëligjshme për të qenë provider është më i madh, kështu që duam që dhe djemt të shohin videot me një sy tjetër, jo vetëm për përvojat personale, por çdo video ka lidhje pra links se si një qytetar shqiptar me pasaportë mund të shkojë në mënyrë të rregullt, qoftë për studime apo për punësim në këto vende. Pra janë informacione të verifikuara, si të merrni vizën, si të aplikoni, ku mund të gjeni punë, keni këshilla pastaj nga vajzat që kanë qenë në këto vende, bursat që janë të hapura për momentin, që janë specifikisht për shtetat shqiptar, pra nuk keni pse ndërmerrni rrugë të rrezikshme për jetën tuaj, nuk keni pse stepeni, dhe e gjithë qëllimi është që ju të merrni vendime të mirë informuara. Historitë e vajzave janë përvoja personale që ju nxisin, ju japin një këshill më shumë të përjetuar. Ky ka qenë projekti dhe ne sot duam të diskutojmë me ju si audiencë. Shpresoj disa nga vajzat janë këtu me ne sot dhe shpresoj shumë domethënë që të dilni të frymëzuar për të marrë një vendim të mirë informuar për karrierën tuaj, për studime të mëtejshme, për punësim, nëse synoni të keni një eksperiencë ndërkombëtare. Nuk është
nuk është detyrim, është një mundësi që i jepet nëse ju kërkoni një larmishmëri të tillë në jetën tuaj profesionale, po qoftë edhe personale. Kështu që faleminderit gjithëve edhe Kemi gati? po është. Atëre, folëse e radhës është përfaqësuese Albanian Women in Audiovisual, Antonella Ndërvataj, kënaqësi që të kemi midis nesh. Ajo do ketë një lidhje nga Zoom-i sepse nuk është mundur që të ketë një paraqitje fizike në panel. Përshëndetje, si jeni, shpresoj të më dëgjoni. Unë ju flas nga Dubrovniku se jam me një si scholarship, edhe këtu jam pjesë një universiteti, po ka shumë ushëtim. Më dëgjoni? Po, të dëgjojmë Antonella. Faleminderit. Sa më bë pjesë edhe një njeri pa njohur në Zoom-in ton. Faleminderit shumë për ftesën dhe më vjen sinqerisht shumë keq që kisha mundësi të isha pjesë. Jemi shumë të lumtur që kemi mbështetur rrjetin e Erasmusit në Tiranë, edhe jemi shumë edhe të kënaqur me produktet që kanë realizuar. Shpresoj që të keni një takim të këndshëm edhe të shijoni edhe videot që janë postuar. Bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë, shumë interesant, më falni se ka shumë zhurmë. Edhe ka qenë realisht shumë kënaqësi të punoja me juve. Faleminderit Antonella, ne të dëgjuam shumë mirë, asnjë zhurmë nuk pati në sfond, kështu që projekti ka qenë i mbështetur nga Albanian Women in Audiovisual përmes një fondi të Bashkimit Evropian dhe rrjetit të raportimit të diversitetit. Kështu që shumë faleminderit për gjithë mbështetjen. Duhet i kisha thënë këto, po si synim ky projekt në fakt ka pas si synim edhe që të targetoj gjuhën e urrëties. Janë mbështetur 5 subgranti përfshirë edhe rrjetin e Erasmusit në Tiranë. Edhe realisht produktet finale kanë dalë shumë të këndshme, bravo për punën që keni bërë. Edhe shpresoj që takimit shkojnë mbar siç e thash. Tani ka gjasa që unë nuk ju ndjek dot, se sa u shkputa, edhe ju kërkoj ndjesë për këtë. Faleminderit gjithsesi. Ditë të mbar, faleminderit juve. Faleminderit Antonella. Tani do të ndjekim një video të shkurtër për mbledhse me momentet kyçe të intervistave që janë bërë me vajzat për të paraprirë diskutimin që do të vazhdojmë më vonë. Për të marrë dhe një këndvështrim më ndryshe, ne do të drejtojmë me disa pyetje për vajzat sot, të ndryshme nga ato që paraqiten në video. Pa humbur kohë, le të fillojmë me intervistat, le të quajmë. Para në radhë është Irisa Veiza, kënaqësi që të kemi këtu, Irisa. Ti ke qenë alumni në Spanjë dhe punonjëse pranë Departamentit të Rinisë në Këshillin e Evropës. Besoj se nga ty do kemi një perspektivë akoma edhe më të ndryshme, sepse i përket dhe një komuniteti i cili është ai egjiptian dhe sfidat për ty kanë qenë krahasimisht më të forta dhe më të vështira. Pyetja ime parë për ju do ishte a u karakterizua marrja e vendimit për të lënë Shqipërinë për herë të parë nga një barkë përgjegjësie e cila mund të ndryshte, dhe nëse po, si u transformua kjo ndjesi me kalimin e kohës? Shëndetje të gjithëve. Shumë faleminderit për ftesën për të bërë pjesë e këtij projekti. Të them të drejtën, një ndër gjërat më kryesore që mua më ka shtyr për të ikur jashtë ka qenë pikërisht ai diskriminimi interseksional që ne do të shkruaj. Pra, ti asnjëherë nuk i merr të gjitha ato hapësirat që të takojnë për të marrë, në momentin kur ti je komunitet dhe pastaj kur je edhe një vajzë komunitet. Ke shumë njerëz të cilët më pishin që thonë nuk e afër ta për këtë gjë, për mos ta apliko, nuk të mbështesin ndonjëherë. Dhe në atë bërmimin tënd je gjithë kohës me idenë që unë dua të vërtetoj të kundër. Largimi jashtë shtetit të hap sytë të jep një forcë të ritëm, të cilët ti në Shqipëri ndonjëherë nuk ke fare mundësi që ta flasësh edhe ta shprehësh ashtu siç kërkon ti. Në momentin kur unë jam kthyer mbrapsht në Shqipëri, sipas Erasmusit, po si edhe pas 2 viteve pranë Këshillit të Evropës, arrija të kuptoja tek vetja ime që tashmë ai zëri që unë kisha fituar jashtë shtetit edhe të gjitha këto njohuri që unë kisha mundur që ti ngritja tek vetja ime dhe të shfaqja më të mirën e vetes time për të cilën në Shqipëri nuk e kisha pasur para mundësi, më ofronte mua tani të gjitha ato
hapësirat në tavolina që unë më përpara nuk e ndroja kurse mund të ulesha. Edhe më në fund njerëzit arrin të më shikonin irisën për irisën, edhe jo irisën si një bazë komuniteti, e cila mund të arrijë deri në një farë pike, po mos ta çojmë pak më shumë, mos t'i japim hapësira më të mëdha. Këtu do të fokusoj dhe pyetja ime e dytë, pra në momentin e rikthimit në Shqipëri, sepse është e kuptueshme që pas një periudhe të shkurtër, 3-4 vjeçare, është e vështirë që mentaliteti në Shqipëri të ketë ndryshuar rrënjësisht, kështu që detyrohesh ti që të vish me një qasje të re, e cila do të ndihmojë dhe ty me kalimin e kohës. Pra si e gjetë veten në rikthimin në Shqipëri? Stigmatizimi në Shqipëri dhe etiketimi sidomos i komuniteteve në Shqipëri ka akoma një rrugë shumë të gjatë për të bërë. Fatkeqësisht, ndonjëherë unë krahasoj se si e kanë kaluar prindrit e mi dhe se si janë duke kaluar unë. Dhe të thuash që ka pasur ndryshim është ndoshta 5% fakt e gjës. Neve tani jemi të aftë që mund të fillojmë bursa për universitete, pra të kemi një shkollim të lartë, të kemi vende pune, të kemi përfaqësime. Por prapë se prapë, do të thënë kjo është diçka shumë e vogël, dhe ne prapë nuk ndjehemi pjesë e gjithësisë të madhe në Shqipëri. Kështu që stigmatizimi do vazhdoj të qëndrojë, por unë jam si thua ushtari shumë e fortë e kësaj besimi që neve asnjëherë nuk duhet që t'japim zë pjesës të viktimizimit. Sepse në momenti kur ti qëndron brenda këtij viktimizimit tënd, dhe thua që po unë kështu jam, po mua nuk më japin mundësi, po unë nuk duhet të luftoj, po hajde se njerëz të tjerë nuk kanë për të më mbështetur. Ti bëhesh pjesë e kësaj vorbullës së viktimizimit të tjerëve, dhe ti asnjëherë nuk del nga këto etiketimet pastaj që njerëzit e tjerë të vendosin. Nuk ishte lehtë kthimi në Shqipëri pas 3-4 vitesh që ti qëndrohen në një setting shumë europian dhe që njerëzit as nuk e din fare se çfarë është ky komunitet apo kjo ndasi që bëhet në Shqipëri. Maksimumi njerëzit thjesht më ngatronin nga Shqipëria, më thoshin që je nga Armenia. Dhe unë pasaj që do duhet të tregoja hartën e të thoja, jo, ekziston një shtet shumë i vogël në Ballkan që quhet Shqipëri, që fatkeqësisht nuk është e ka shumë njohuri në Europë, por kur kthehesh mbrapsht dhe pastaj u tregon njerëzve se ku ke qenë, çfarë ke arritur të bësh, ti ke përfaqësuar ti vendin pavarësisht këtyre etiketimeve që njerëzit ty të vendosin, arrin të kuptosh domethënë që fiton një lloj respekti pak të imponuar për shkak të gjërave që ti ke bërë, edhe avash pastaj nuk mund të të stigmatizojnë dot më, sepse arrin të shikojnë domethënë në të njëjtin nivel me ta. Nuk të shikojnë dot kurrë më poshtë se vetja. Nëse më përpara do mund të arrinin ta bënin këtë. Kështu që mentaliteti i viktimës mendoj që është një ndër gjërat që asnjëri nga ne nuk duhet ta ketë. Unë e kam shumë personale histori sepse jam pjesë e diçka shumë shumë specifike. Por mendoj që si djemtë dhe si vajzat në moshën time, ose dhe ky brez i ri që janë duke ardhur, për shkak të age of the internet, arrin të shikojnë shumë gjëra dhe ndonjëherë shikojnë veten e tyre dhe thonë, mos ta mbrapa që jemi neve në Shqipëri, po unë nuk mund ta bëj dot të gjë, po nuk përfitoj dot të bursat ose këto vendet kaq të mira pune që ndoshta një bashkëmoshatar i tyre në vendet e Europës i ka shumë të lehtë aksesueshme këto gjëra. Dhe pastaj detyrohen që normalisht, siç po e thoshte dhe Luciana pak më përpara, që sidomos pisa më e madhe e djemve detyrohen për të emigruar duke bërë gjëra të cilët nuk janë përmbushës ose nuk janë në mentalitetin shqiptar, domethënë të duhur në sensin që do vazhdojmë në shkollë, do kemi një punë më të mirë, do ndihmojmë familjen nëpërmjet aftësive tona më të mira. Mendoj që ky viktimizimi duhet të hequr, edhe këto gjërat krahasime domethënë me të tjerët jashtë shtetit është një gjë shumë e gabuar. Fatmirësisht, sado që ne prapë nuk kemi pjesë e Këshillit të Evropës apo të gjithë këtyre faciliteteve, ekzistojnë shumë facilitete tani për ju, se sa mund të ekzistonin atëherë në kohën kur unë fillova universitetin, edhe do mund të largohesha nga Shqipëria. Dhe keni aksesime shumë herë më të mira dhe mendoj që nëse shtyni veten, qoftë ta bëni atë aplikim në orën 12 të natës, kështu në ato sekondat e fundit, dhe ta nisni, do ta shikoni që do filloj një 6 mujosh ose një 1 vjeçar që juve ka për të ndryshuar një jetë shumë të mirë të jetës tuaj. Dhe do shikoni që e ardhmja juaj ka për të qenë shumë ndryshe. Ndoshta do ktheheni, ndoshta nuk do keni më kurrë mundësi që të shkoni prapë jashtë nëpërmjet bursave të studimit, nëpërmjet këtyre vullnetarizimeve që mund të bëni, por qoftë edhe këtyre një javorsheve, trajnimeve të ndryshme.
Por ama do arrini të kuptoni që ajo gjëja ka për t'ju përmbushur shumë më shumë dhe kur të ktheheni në Shqipëri keni për ta parë mindsetin shqiptar në një karakteristikë shumë herë më ndryshe dhe do mundet të ndihmoni dhe vetë bashkëmoshëtarët tuaj për ta parë në po të njëjtën mënyrë. Shumë faleminderit. Irisa, besoj se je një shembull jo vetëm për komunitetin ku bën pjesë, për të gjithë shoqërinë e vajzave, të cilat ndodhen përpara këtyre vështirësive dhe sfidave që i përballen eksperiencat e reja. Atëherë do të vazhdojmë me panelistën e radhës, Mikela Gjapi, juriste dhe eksperte të drejtave të njerëzit. Ajo është alumni në Turqi, ka bërë studimet e masterit për një periudhë 5 vjeçare. Mikela, duke ditur rolin e familjes në shoqërinë shqiptare, por dhe jo vetëm, a pati një moment hezitimi nga ana e tyre rreth vendimin tënd për t'u larguar apo ndonjë rast të ngjashëm në shoqërinë tuaj? Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj shumë që më datë mundësi të jem pjesë e këtij projekti kaq të bukur, edhe kur bëhet fjalë gjithmonë për përfshirjen e vajzave, unë jam gjithmonë shumë e gatshme që të marr pjesë dhe të jap kontributin tim. Për sa i përket familjes, unë vi nga një familje tradicionale shqiptare dhe ne jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin, por fatmirësisht familja ime ka qenë mbështetësi më i madh. Pra që në moshën të vogël, familjarët e mi, mami, babi, gjithmonë na thonin që zhvilloni një hobi të ri, lexoni sa më shumë. Nëse të duhet të shkosh në një kurs, bëni diçka të re, na thuaj, do të mbështesim me çdo lloj mundësie që të kemi. Unë pata fatin të kem edhe motrën më të madhe studente në Turqi, ajo ka jetuar dhe ka studiuar në Ankara për 7 vite. Dhe kisha një shembull para me, dhe gjithmonë kur ikte motra që e përcjellnim thoja, dua t'i ke edhe unë, si mund të jetë një eksperiencë në ndryshe jashtë, ose dëgjoja motrën me shumë kërshëri që shoqëria që ajo ka krijuar atje, turqisht jap shumë që fliste, më tingëllonte shumë ndryshe. Dhe në momenti që unë mbarova juridiku, në vitin tim të fundit, unë dëgjova rreth programit të studimeve master në Istanbul, dhe prindërit ishin ata të parët që më thanë ik. Do me thënë, bëj çfarë tjetër nevojshme, na thuaj si mund të të ndihmojmë edhe ne, dhe merr iniciativën dhe ik. Dhe më lanë shumë dorë të lirë, si themi, për të vepruar, dhe unë e konsideroj këtë një mbështetje shumë të madhe dhe një fat shumë të madh. Kështu që më bërë familjen, më mungonin jashtëzakonisht shumë. Kjo është nga arsyet që unë edhe u ktheva më pas nga Turqia, por që nga ana tjetër e konsideroj shumë e fatë dhe lum ata që kanë familjen iniciatorët kryesor që të na mbështesin për të marrë hapa shumë të mëdhenj siç është edhe ky të studiuarit jashtë, sepse është një hap shumë i madh, është një sfidë e madhe në vetvete. Janë shumë pikë pyetje dhe gjëra që ti thua se do t'ja dal, çfarë më pret etj, po të kesh familjen afër si mbështetës është një gjë shumë e rëndësishme. Shumë e vërtetë. A mendon se kthimi në Shqipëri ishte vendimi i dur apo një shtet si Turqia mund të të ofronte më shumë? Pra ndihesh paksa e penduar. Ishte shumë vendim i duhur. Dhe tani që rikthehem, domethënë dhe e shikoj çfarë kam bërë mirë apo jo, mendoj që kam bërë mirë që jam kthyer. Dua të them diçka. Turqia është një vend shumë i bukur. Istanbul është një qytet fantastik. Unë e kam dëshiruar që herën e parë që kam qenë si turiste në Istanbul. Ndonjëherë më vjen pak keq kur thon Turqia, ke studiuar në Turqi, si janë turqit, a janë fanatik, a kanë mentalitet. Unë nuk e kam hasur fare pjesën e mentalitetit, madje unë jam kënaqur shumë dhe e kam fshuar shumë eksperiencën time. Kjo ka qenë edhe fakti pse unë kam jetuar 4 vite në Istanbul, se unë nika për master, pastaj fillova të punoj, pastaj nuk doja të kthehesha më në Shqipëri, për që jetesa vetëm. Pra ishte një farë pendese thellë. Pendesë, domethënë nuk kam kaluar shumë mirë ato vite, kam nostalgji. Pra unë kam nostalgji për kohën që kam kaluar, për shoqërinë që kam njohur atje, akoma i ruaj edhe sot kontakt, pavarësisht unë kam 6 vite gjysmë që jam kthyer në Shqipëri. Unë ruaj kontaktet me të gjithë miqtë e mi. Kam shkuar në të gjithë dasmat e miqve të mi, kur do të bëj provë. Kjo është gjë shumë e mirë. Po Turqia, juridiku që unë kisha mbaruar, siç e thash, ishte pak sfidues për të bërë një karrierë në Turqi. Unë e kisha mbaruar këtu në Shqipëri, unë bëra masterin, e bëra në anglisht, dhe ishte pak sfiduese që unë të ndiqja një karrierë në drejtësi siç ndoqja më pas në Shqipëri. Kështu që pendes le të themi që jam rikthyer nuk kam, nostalgji kam shumë, më mungon, shkoj shumë shpesh. Është vend shumë, është një metropol shumë i madh Istanbulli, të ofron çdo lloj gjëje të mundshme, kështu që po keni mundësi ta vizitoni nëse turist vizitojeni. Dhe nëse keni mundësi që të bëni siç tha edhe Irisa, një eksperiencë sa do të shkurtër jashtë vendit, sikur një trajnim një javor, diçka shumë të vogël, bëjeni. Dhe ju bëra me shpirt të avonit, një kulturë ndryshe, është një kulturë tjetër. Domethënë të shkosh jashtë dhe thjesht të bisedosh me 2-3 persona nga ai vendi, ju mësoni diçka të re. Për momentin ju duket sikur
ku do vjen mua në punë kjo gjë, po besoj që vjen një moment në jetën tuaj që ju vjen shumë në punë. Kështu që mos u limitoni, shfrenojeni imagjinatën dhe mundohuni sa më shumë që të krijoni kontakt jashtë Shqipërisë, të shkoni për një eksperiencë jashtë. Dhe vërë gjithë shumë suksese. Pra ju jeni shembulli perfekt I asaj idesë që në momentin që një eksperiencë jashtë mbaron dhe duhet kthehesh, aty shihet si një shenjë dështimi, por në fakt ti tregove të kundërtën që gjërat vazhdojnë, kontaktet ruhen dhe eksperiencat shohen dhe më tej. Nuk ka dështime në jetë, për mendimin tim, çdo gjë, ju mësoni çdo gjë, domethënë edhe nga gjëra më e keqe që mund t'ju duket për momentin që unë dështova tani, jo, ju merrni mësim, kështu që Ka eksperiencë. eksperienca, ju mësoni, nga eksperienca nga këto do mësojmë, se për ndryshe po ta kishim gjithçka perfekte, nuk do kishim mundësi për të mësuar. Të falenderoj Mikela. Falenderoj ju. Atëherë vazhdojmë me panelistën e radhës, Helga Musafaraj, eksperte sigurie kibernetike dhe alumni në Mbretërinë e Bashkuar. Helga, mirë se ke ardhur. Pyetja ime e parë për ju është cila është pasiguria cila ishte në fakt pasiguria jote më e madhe përpara se të merrje vendimin për të lënë Shqipërinë dhe si e tejkalove këtë pengesë? Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem sot këtu edhe kënaqësi gjithashtu të ndaj intervistën me të tjerë, me Gentin, me Tiona, gjithmonë e bukur të flas me ta. Unë jam Chevening alumni, kam fituar bursën për Chevening Fellowship në Cranfield University Royal Defence Academy of UK. Për mua ndaj procesin në dy pjesë. Pjesa e parë ishte aplikimi, një proces shumë I gjatë, shumë impenjativ, shumë serioz, dhe për mua ishte një moment ku isha shumë e motivuar, të jem sinqert, shumë e frymëzuar për të aplikuar, sepse rezultati për mua nuk ishte aq I rëndësishëm se sa ishte vetë aplikimi. Çfarë dua të them, ka disa momente ku outcome-i I veprimeve tuaja nuk është domosdoshmërisht finalja e asaj që do të merrni apo maksimumi I asaj që do të merrni. Për mua ishte shumë e rëndësishme që unë ta bëja mirë aplikimin, që unë të tregoja vërtet çfarë doja të bëja. Unë kam një formim akademik që është menaxhim biznesi, menaxhim projektesh, politika makroekonomike, kam punuar për qeverinë shqiptare për procesin e integrimit, pra nuk jam një profesioniste e diplomuar në teknologjinë e informacionit dhe për mua sfida ishte jashtëzakonisht e madhe për të treguar pikë së pari te juria apo te komisioni që do vlerësonte pse më duhej mua ky lloj profilizimi I ri dhe se si mund ta aplikoja unë këtë në Shqipëri. Shqipëria sot që flasim ka sfida shumë ndaja digjitale, jo vetëm kibernetike, kështu që unë me atë guximin tim edhe me sigurinë që doja të bëja diçka, aplikova dhe fitova. Në momentin që fitova, aty filloi pastaj meraku, sepse nuk ishte pasiguri, por është më shumë një lloj le të themi frike për vendin ku ti përket. Pra, ne përpiqemi të jemi të lirë, udhtojmë shumë, paktën unë udhtoj shumë, përpiqem që të njoh kultura të reja, të dëgjoj filozofi të reja që dalin, të shikoj autor të rinj. Dhe në momentin që ti kryen shumë lëvizje, pastaj ke edhe frikën se mos humbet vete në këto vende ku shkon. Ke frikën se mos kur kthehesh në Shqipëri, se unë duhet të kthehesha bursa Chevening, që unë ja u sugjeroj të gjithëve që ju të aplikoni sepse është shumë prestigjioze, ka një komponent shumë të rëndësishëm që është ti duhet të kthehesh në Shqipëri dhe të japësh kontributin në vendin nga vendi ku ti ke ardhur. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse ne duhet që ta konsiderojmë pikë së pari, po I them prapë asaj përkatësisë, veten tonë pjesë të komunitetit nga vim, pjesë të origjinës tonë, pjesë të shoqërisë tonë, kështu që për mua frika ishte se mos unë nga lëvizjet e shumta në momentin që kthehesha do ndihesha pak e humbur dhe ndodhi patjetër, sepse jetesa në Angli dhe
zhvillimin e leksioneve apo gjithë takimeve që ne bënim për mënyrën se si transmetohet dia, për mënyrën se si ne bëm kërkimin, ne duhet bënim një kërkim shkencor për temën që kishim zgjedhur, ishte totalisht e ndryshme nga metodologjia që unë isha mësuar, nga përditshmëria ime, nga edhe forma e komunikimit ishte e ndryshme. Kështu që unë do sugjeroja që ju të shkoni gjithmonë pa pritshmëri atje ku shkoni, të shkoni me mendjen e zbrazur, që ta plotësoni atë pa paragjykime, që ju të merrni një dije, që ju të përthithni një histori apo një kulturë e cila do bëhet pjesë integrale e asaj që ju jeni. Pra, mos të nisemi për të kërkuar diçka, mos nisemi për të humbur diçka, sepse ka dhe njerëz të cilët largohen sepse duan të lënë pas diçka, të nisin diçka tjetër. Kështu që jeta është shumë e bukur të nisësh gjithmonë nga fillimi, unë e bëj shpesh, të nis nga fillimi, kështu që ja ku jemi me sot. Merrem me supply chain, me manufacture industry, me cyber security në manufacture industry, kështu që e ndryshova totalisht jetën time dhe ndihem mirë, nuk jam penduar për asgjë. Shumë e drejtë këto që parashtrove Helga. Ti vjen nga një qëndrim në një qytet që konsiderohet si kryeqyteti i botës, pra Londra është një vapër multikulturore. Dhe ajo harmonia e këtyre kulturave në atë qytet ndonjëherë surprizon në raport me sa larg është Shqipëria drejt kësaj forme funksionimi. Pra, cilat janë disa nga detajet në dukje të parëndësishme që i mungojnë Shqipërisë për të zhvilluar një kulturë pune dhe strukturë arsimore më globaliste, pra që të tërheqë dhe ajo disa trupat huaj studenta apo punonjës. Nuk mendoj që ka vend për ta krahasuar, domethënë unë do ta krahasoja dot. Unë sapo kam mbyllur me thënë drejtën një libër të Kaderes Mosmarrveshja. Edhe flet për marrëdhënien e shqiptarëve me veten, kështu që ne jemi pak partikolar, jemi ndryshe. Unë nuk do të guxoja që të thoja jemi ne më të mirë apo janë kombet e tjera më të mira apo Londra nuk ka një popullsi homogjene, shumë heterogjene, ka shumë kultura aty, ka shumë ide, ka shumë histori dhe patjetër dhe shumë vuajtje dhe atje, më kupton, misery, nuk është një vend ku ti shkon edhe është çdo gjë gati, është shtruar për ty dhe ti thjesht do performosh, jo, është njësoj, si kudo, po këtu në Shqipëri patjetër çështjet janë më bazike, do thoja, janë më jetësore. Problemet që shoqërojnë shoqërinë dhe institucionet tona janë sistemike, pra nuk janë probleme të ardhura nga diversiteti i kulturave, janë probleme të gjenezës tonë, për cilën ne duhet të punojmë bashkarisht, pra këto ide që ne kemi, mos të përpiqemi të shfaqim në të gjithë botën, se bota është e vogël, pra bota jemi edhe ne këtu. Dhe mirë është që ne të shkëmbejmë ide dhe të përpiqemi të bëjmë diçka në momentin që jemi në vendin që jemi. Nuk është domosdoshmërisht më mirë që ti ta eksportosh idenë diku jashtë shtetit. Pra, unë shoh që kam hapësira për të aplikuar, por nuk ka besim. Pra, besimi midis palëve, midis nesh, besimi midis institucionit dhe neve është shumë i brisht. Dhe ne duhet punojmë, besoj unë, që pikë së pari t'i besojmë njëri tjetrit në proceset dhe punët që kryejmë, që këto punë të bëhen mirë. Dhe mbasi ne krijojmë një bazë besimi dhe bashkëpunimi midis njëri tjetrit, gjithë pjesa tjetër që është anë teknike mund të rregullohet shumë shpejt, sepse duke pasur parasysh le të themi madhësinë e Shqipërisë edhe si territor dhe si popullsi, ndryshimet dhe ndërhyrjet në shoqëri bëhen shumë shpejt dhe efektet patjetër janë më të shpejta se ç'mund të ndërhysh në një shoqëri që ka miliona banor. Pra ne jemi një vend i cili ashtu siç mund t'i prishim shumë shpejt gjërat, mund t'i rregullojmë shumë shpejt. Kështu që unë do doja që ne të dalim optimist nga takime të tilla, që të mësojmë nga njëri tjetri për të frymëzuar. Është shumë e lehtë për të thënë që është më mirë atje, patjetër është më mirë atje. Londra është e jashtëzakonshme. Domethënë unë do doja të shkoja për ditë, por mendoj që jam mirë këtu.
Faleminderit. Dhe të përgëzoj për këtë zgjedhje, padyshim. Faleminderit Olga. Do të vazhdojmë me panelisten e radhës, zonja Erida Curaj, arkitekte, alumni në SHBA, Kin, Holand dhe shumë shtete që mund i kem harruar. Erida, ku qëndron motivimi yt kryesor për të vazhduar punën jashtë Shqipërisë dhe në fund fare për të kthyer dhe vazhduar aktivitetin në atë? Ashtu siç e kam thënë edhe herë të tjera në këto takime, është shumë nder që të të ftojnë që të jesh pjesë e diskutimeve të tilla, sepse unë vetë jam frymëzuar me diskutimet të tilla që kanë bërë të tilla këto hapa, dhe shpresoj që sado pak unë të impaktoj në vendimarrjet tuaja në të ardhmen. E vërteta është që ndoshta vjen pak nga karakteri im që është gjithmonë kërkues, por unë mendoj që takimet të vazhdueshme, eksperiencat të vazhdueshme që kam bërë, më kanë bërë gjithmonë edhe më tepër të nxjerr një motiv të ri. Jo vetëm në kualifikimet e mia në pjesën e profesionit, por edhe atë të qenurit të asaj që themi shpesh dhe sot me të soft skill të aftësive tona të buta, që neve duhet të kemi me integritetin me njëri tjetrin, të shikojmë jashtë kutisë e kështu me radhë. Prandaj, unë mendoj që përpos asaj çfarë juve tentoni të kërkoni për sa i përket rritjes tuaj profesionale, mos lini asnjëherë pas dore rritjen tuaj personale. Dhe e vërteta është që unë në shkollimin tim jam arkitekte, po punova rreth 20 vite si zhvilluese produkti, të cilin unë e gjeta në rrugën time profesionale, por jo atë të edukimit tim, që kështu pasi bëra një rrugëtim shumë të gjatë në zhvillim produkti në proceset prodhimit në fabrika, vendosa në vendet e Azisë, pjesën më të madhe të Europës qendrore, vendosa që të jap një kualifikim edhe akademik. Pra unë ktheva akademisë pasi kisha bërë një eksperiencë shumë të gjatë në këtë proces që nuk e kisha si themi të certifikuar me një diplomë. Prandaj u ktheva bëra një doktoraturë e cila i përkiste pikërisht kësaj pune rreth 18 vjeçare deri në atë momente, dhe në këtë proces që unë bëra doktoraturën njoha Erasmusin, pra gjithmonë dëgjoja Erasmus, por siç e kuptoni pas moshës 35 vjeçë fillova të njihja të gjitha këto gjëra që po flasim, dhe në rrugëtimin tim kuptova që ajo që themi kurreshtja, po mirë, po çfarë po ndodh në Amerikë, meqense unë isha një vizitore shumë e shpeshtë të Azisë së largët sidomos, thash po Amerika çfarë ndodh, çfarë bëhet në Amerikë, gjithë procesi prodhimi, gjithë ato libra që lexoj, gjithë ato libra që unë jap mësim, vijnë nga Amerika, atëherë doja më kuriozoi dhe kjo pjesë dhe siç e kuptoni, çdo shkallë më ka çuar dhe më ka dhënë motivin për të eksploruar një zonë të re apo dhe pse themi një kontinent të ri. Që kështu nuk mendoj që ka qenë kjo, mund themi, larg pamësia ime fillestare para 20 viteve që unë do bëj gjithë të rrugëtim, e të shkoj në Amerikë dhe këtu mbaroj qershia ambitor, por është një ajo, mund themi, gjithmonë kam qenë te kurioziteti im personal, domethënë, jo vetëm nga ana akademike, dhe kjo ishte dhe ajo që fillova diskutimin. Prandaj, mund të themi që Amerika ishte, si thua, qershia ambitor për të vërtetuar më shumë. Gjitha këto libra, gjithë kjo eksperiencë që unë kam mësuar nga Europa në Azi, po të kthesha në Amerikën e librave, ishin të vërteta dhe kjo më bëri që të kisha eksperiencë në Amerikë. Një nga arsyet, edhe pse programi që mua më çoi në Amerikë, më dha mundësinë të shkoja në Amerikë pra të realizoja ëndrrën time, për të parë Amerikën në mënyrë më ligjore, më komode, më prestigjioze, ishte pikërisht fondi i zhvillimit amerikan shqiptar që është në Shqipëri, dhe këtë do t'ju rekomendoja, janë të dyja versionet, qoftë edhe si master që është 1 ose 2 vjeçar, unë kam bërë atë që është eksperienca 6 mujore, por unë më thënë vetë kjo si them si diapazon të lejon që ti të shkosh 20 ditë përpara të rish dhe 1 muaj më pas, pra unë i përbusha të rreth se bie 7 muaj, pra pothuajse 8 muaj, ndë janë në Amerikë, pra i përplotësova të gjitha mundësitë të hapësirës kohore që më lejoj viza dhe eksperienca, të shkon tamam me prestigjin e një J1 visa, pra që do thotë vizë pune, dhe normalisht përsëri me eksperiencën time dhe me personin tim me të cilën unë kam fituar këto që ju rekomandova aftësitë e buta, unë arrita të isha në një kontakt shumë të gjerë, jo pas 2, 3, 4, 5 muaj, por që kur shkova, qëllimi im ishte që të gjeja komunitete jo vetëm që përkisin shqiptarëve, por që përkisin njerëzve që
kishin të njëjtën rrugëtim si puna ime dhe brenda një muaji unë kisha eksploruar pothuajse gjithë zonën e Arizonës që shkova, që kështu benefitet nga ana personale edhe profesionale më arrita që të kisha qenë muajin e 2 të 3, pra unë shijova ato, mund të themi 8 muaj. Që kështu kjo ka qenë, mund të themi, rrugëtimi me shumë pak fjalë këtyre 22 viteve të jetës time profesionale. Prandaj unë do t'ju, nëse keni më shumë interes të dini për sa i përket se si të shkoni në Amerikë apo se si të punoni në Azi, përsëri jam këto. E kuptoj, Erida. Nuk duhet të shmangur fakti, sepse ti besoj ka asur dhe vetë gjithë këtyre viteve jashtë ke pasur momente të vështira. Po për shumë të rinj këto momente të vështira mund t'i orientojnë ato drejt rrugëve më të shkurtra, më të rrezikshme që më pas rezultojnë dhe në penalitete. Pra pyetja ime për ju është cili duhet të jetë një ekuilibër i dur midis pritshmërive personale për të rinjt, ku ato të ultat mund t'i penalizojnë ato, pra mund t'i lënë pa provuar eksperienca dhe pritshmëritë e larta mund të orientojnë drejt rrugëve të shkurtra me rrezik më të lartë. Shumë e vërtetë dhe qëllimi i këtij projekti është vërtet shumë i bukur, në mënyrë se si është arritur që ta gjej ta dizenjoj projektin në pikërisht lideri, ka qenë në mënyrë shumë perfekte, sepse ky është qëllimi që po të gjejmë rrugët e gabuara. Fatmirësisht, jeni një brez që keni aq shumë mundësira për të aplikuar në mënyra nga më ligjore, më prestigjioze, për të shkuar në çfarëdo lloj vendi të botës, edhe këtë mbi të gjitha falas. Ajo që unë do doja shumë të këmbgulja është që më thënë, mënyrat e thjeshta janë, mënyrat e shkurtra janë gjithmonë të thjeshta, por janë gjithmonë ato që kanë një risk më të lartë. Në ditën e sotme do doja shumë që fatmirësisht po bëjnë edhe debate të tilla, diskutime të tilla, tavolina të tilla që janë nga forma nga më të ndryshme, të projekte të ndryshme ose jo, që juve do t'ju rekomandoja ti vizitoni, ti takoni, pse jo, edhe sot që po bëjmë të takime, sikur nga ju të ketë një orientim të caktuar për Turqinë, për Hungarinë, apo për Amerikën, apo për Kinën, ju e dini vetë destinacionin tuaj, që sot të shfrytëzoni këto pyetje, që të maksimizoni marrjen e informacionit, sepse përveç se asaj kohës impenjative, që juve thjesht duhet t'tregoni veten ta përmbledhni në një format të caktuar që kërkon aplikacioni, kjo ju çon drejt rrugëtimit të saktë dhe me të gjitha të sigurt. Por të gjitha këto aplikime që ky projekt ka, ne kam ndjekur me shumë vëmendje të gjitha videot e kolegeve, janë të gjitha zëra ose të gjitha projekte me shumë prestigj. Pra se themi edhe vetë ky projekt i ka zgjedhur ajkën e ajkave, pra ka shumë formate të tjera për të ikur, por këto janë ato, mund të themi, burimet top, mund të themi që juve mund të shkoni në një nga këto destinacione që juve keni zgjedhur. Që ka patur vështirësira, edhe unë që kam shkuar në rrugë ligjore, ka patur. Ua diskutoj këtë, ua them edhe doja shumë që ta ndalim, mos të bëjmë edhe për mua që unë kisha eksploruar shumë mirë Arizonën, që kisha shkuar shkova në një moshë pothuajse 40 vjeçare, pra akoma se kisha bërë prefiksin 40, por pothuajse 40 vjeçare që siç u shpjegova çfarë s'kisha parë, më thënë unë kisha vizituar, kisha punuar pothuajse 16 vite në Azinë e Largët. Dhe që do thoshte ishte rreth 10 muaj në vit. Pra rreth 10 muaj në vit unë isha për 16 vite në Azinë e Largët, vija ikja, edhe përveç se vështirësive, jo po kombinimet e avioneve, jo po tranzite sa minimum, jo po të arritjes takime në kohën e dur, jo po të marrit me vete se në Azi s'kishim djath. Mund ta marrim çdo kjo pjesë, do të thonë që vitet e para ishte mungesa e djathit apo të elementeve të tjera që duhet merrim rrotull me vete, sepse isha 1, 2 ose 3 muaj me vete. Pra janë elemente të tilla që do të mungojnë. Shumë njerëz për shkak që vinin në Amerikë, vinin me, do të thënë, edhe mua më kanë bërë kështu eksportues kafe, ama na merr një me qese ose pija kafe, ama më fus në valixhe sepse në Amerikë s'ka kafe siç duhet. Pra do të mungojnë që këto detaje të vogla, deri pastaj kur je rrugës, jo po ku do lahen rroba, për shembull në Amerikë vuajnë se s'kan lavatriçe në shtëpi, pra janë këto shok kulturor të përditshëm që të ndodhin. Pa dyshim, siç thash përvajta në fillim, patjetër që edhe në Amerikë që shkova, megjithatë si vi që shkova, që unë vajta si postdoktoratur, pra që unë do t'ju jepja mendje, do t'ju jepja mësim, dhe kjo është një gjë vetë programi e ka të përfshirë, vetë pozicioni që unë isha në këtë universitetin e Arizonës ishte e përfshirë. Dhe përsëri dyshimja ose nënvlerësimi ose ndoshta edhe mund të jetë edhe një proces që vetë mund të thënë ky atakimi që ju bëjnë të huajve mund të jetë edhe pjesë e procesit metodologjik.
psikologik që të ulin sa më shumë të shohin se sa ti mund të nxjerrësh kokën. Pra, asnjëri nga këto procese mos hiqni dorë nga ëndra ose nga ajo që mision që ju keni shkuar. Dhe siç u thash, muajin e parë ka qenë vërtet mund të themi atakim në kuptimin e parë të fjalës, qoftë nga ata që kisha në vete, qoftë nga ata që kisha paralel, qoftë nga ata që kisha mbi vete, për shembull në Amerikë, ishin nga të gjitha drejtimet dhe derisa kuptuan që vërtet kjo CV, vërtet ky vend, vërtet kjo pozicion në cilin unë isha ftuar që të isha për ato vite akademik, ishte e merituar. Përkundrazi, ka patur edhe raste të tjera që kanë patur përkraje. Domethënë, mos të mohojmë këto gjëra që kanë patur përkraje shumë të mira, që të cilat kanë ardhur nga një departament tjetër që nuk ishte departament drejt për drejt me mua. Pra, unë vetë jam drejtuese dhe themeluese e një organizate për vajza, më të them platforma për vajza në Shqipëri që është We Women, dhe unë një nga mënyra se si arrita të bashkangjitesha isha nëpërmjet grupit të vajzave në akademi, pra në STEM, që tani quhet STEAM. Dhe në moment që unë bashkoha me STEAM në Universitetin e Arizonës, se thua u hapë shumë dyert të tjera që unë ato 20 ditë që kërkoja. Pra, me sa duket duhet të gjesh atë vendin e dur ose drejtimin e dur, janë të pafutur. Që kështu juve mjafton të tentoni edhe mos prisni që të gjithë ju përqafojnë, përkundrazi, kur si përqafojnë gjeni një derë tjetër, dhe unë më çoj që te dera e STEM Universitetit të Arizonës, të kisha pastaj shumë mënyra të tjera që sonë edhe madje ka shumë i binda ato vajza dhe gra që ato kanë thyer vizitën vjet dhe na kanë vizituar në Shqipëri rreth 20 e ca gra, të cilat kanë qenë CEO të lloj fabrike me 5.000-6.000 punëtorë në mes të Amerikës. Pra, si thua, impakti vjen në mënyrë të pashmangshme. Prandaj, do doja shumë që të këmbgulnit tek rrugët e sakta, të drejta dhe mbi të gjitha, sot keni kaq shumë. Nuk janë siç kishin para 5 ose 10 viteve. Shumë vërtet e rida. E zgjata, e di. Po të vjen shumë të vëndbi që kur mendon që ti sot mjafton të hapësh një Instagram dhe çfarë zgjen, jo më që në website dhe programet e tua që i keni sheshi. Mësimet e tua janë shumë të vyra duke ditur dhe vitet e larmishme të eksperiencës, sepse jo të rinj kanë mësuar shumë nga kjo fjalë. Në rregull, lidhja e radhës do të jetë në Zoom. Zonja Matilda Karcanaj, e punësuar në Bruksel, alumni në Serbi dhe Austri. Se din qofse na dëgjon, zonja Po, ju dëgjoj. Më dëgjoni juve? Po, dëgjosh shumë mirë. Atëherë Matilda, sa e rëndësishme është ndjekja e rrugëve burokratike për të migruar qoftë edhe për pasojat sentimentale, ashtu dhe për përfitimet ekonomike apo të qenurit komfort me ligjet përkatëse? Përshëndetje që të gjithëve. Ishte kënaqësi të dëgjoja bisedën deri tani dhe po ju kthehem pyetjes, se do mundohem të jem edhe shkurt, se ndoshta nuk kemi edhe shumë kohë. Ashtu sikurse kam pas edhe bisedën me Lutjanën, një bisedë shumë të sinqertë. Përpjekjet burokratike patjetër nuk janë të lehta, janë të vështira, janë të mërzitshme, por unë personalisht mendoj që është mënyra, forma më e duhur për të ndjekur një rrugtim. Dhe pikërisht për këtë arsye, domethënë dua që të rinjve që janë më të rinj se ne, ndoshta janë ende student, nëse duan një eksperiencë jashtë, ta nisin me eksperiencë studimore. Por mund të kemi aty nësa ndoshta të rinj që kanë përfunduar studimet. Një gjë tjetër që dua që të thyej mbase është një mit që nuk është domosdoshmërisht që të kesh një eksperiencë jashtë të fillosh me një herë vetëm nga shkolla. Nuk është asnjëherë vonë, mund ta nisim edhe për një eksperiencë tjetër, mund të jetë eksperiencë pune, mund të jetë një eksperiencë praktike, dhe unë për veten time e shikoj formën e dur vetëm përmes aplikimeve. Aksesi te informacioni në ditët e sotme është më i lehtë se sa dikur, para 13-14 vitesh, kur e kam nisur unë këtu rrugtimin me aplikimet, kështu që thjesht kjo është çfarë unë do sugjeroja. Të provojnë aplikimet sa do e lodhshme, bezishme të jetë, nuk kemi çfarë të bëjmë, do t'i respektojmë burokracirat për aq kohë sa synimi final do jetë shpërblys. Të falenderoj Matilda. Pyetja radhës konsiston me raste kur të rinj nuk e gjejnë dot veten në rrugët e emigrimit. Pra mendoni se për të rinj të cilat kanë këto ngjarje
kthimin dhe konsiderohet si dështim në aspekt personal dhe nga stigma e shoqërisë e familjes që pret më shumë ndoshta. Po, pyetje shumë e vënd në fakt. Pas eksperiencës time 2 vjeçare studimore, 1 vit në Serbi dhe 1 vit në Austri, atëherë e ndjeva që nuk ishte mjaftueshëm për mua dhe nuk doja që të kthehesha në Shqipëri. Për disa arsye kryesore. E para, mendoja që nuk isha marrë mjaftueshëm dhe vinte keq që të kthehesha në Shqipëri. E dyta, pikërisht arsye që ti theshë, kthimi shikohej pak si dështim dhe mendoja që rikthimi në Shqipëri nuk do më jepte një eksperiencë aq të mirë sa shumë mendoja se çfarë dëshiroja për veten time. Por sot, pas disa vitesh eksperiencë pune në Shqipëri, por edhe pas një eksperiencë pune jashtë Shqipërisë, do thoja, dhe jam shumë dakord se u përmend edhe më përpara, nuk ka dështime në këtë rrugtim. Për mendimin tim, kemi eksperienca, dhe eksperiencat mund të jenë të shkëlqyera, mund të jenë vështira, mund të jenë sfiduese, absolutisht, por ne zgjedhim se çfarë të bëjmë me eksperiencat. Dhe më e mira që mund të bëjmë ato është që të mësojmë prej tyre. Diçka tjetër që dua të ndaj, domethënë në lidhje me eksperiencën time është që pasi u ktheva në Shqipëri rrugtimi im, kam qenë goxha e lumtur dhe me rrugtimin tim në Shqipëri. Unë thjesht kisha paragjykime çfarë kisha dëgjuar për një jetë shumë të vështirë në Shqipëri pas studimeve, mbase si të themi ka funksionuar për mua të filloj hapat e para të punës në profesionin tim dhe pastaj të rritem po ashtu. Pasi kam marrë vendimin për të shkëputur për një eksperiencë jashtë, për një eksperiencë pune, se patjetër eksperjenca punës është komplet ndryshe nga eksperienca studimore. Eksperienca studimore personalisht për mua ka qenë një privilegj, ka qenë perioda më e bukur e jetës time, ndërsa eksperienca e punës jashtë është thjesht të jetuarit, realiteti i përditshëm në Shqipëri apo jashtë. Dhe për sa i përket realitetit të punës këtu, nuk ka ndonjë ndryshim të madh për mua nga realiteti i punës që kam patur në Shqipëri. Vendimin e mora sepse ishte nga vetja ime gjithmonë kërkoj ndonjë eksperiencë, ta sfidoj veten dhe mendova që ishte në një moment shumë të përshtatshëm personalisht për të kërkuar një eksperiencë tjetër. Dhe fillimisht mendova një eksperiencë 2 vjeçare dhe të jem shumë e sinqert, unë isha gati të rikthehesha, thjesht 2 vite, sepse në atë moment unë e dija se çfarë ishte eksperienca e punës në Shqipëri. Ndodhi që kushtet vazhduan në atë formë që unë jam më gjatë se sa 2 vite dhe shikoj veten time dhe për arsye personale ndoshta në afatgjat ende në Bruksel. Ndryshimi i vetëm i jetesës dhe punës në Shqipëri nga këtu është, si të themi, me jetesën në Bruksel nuk kanë disa strese të panevojshme të vogla që ne kemi në Shqipëri. Sa do të vogla, por që në base të panevojshme dhe nuk kemi nevojë që të kemi në jetën tonë. Për shembull, aksesi te transporti publik, aksesi në shërbimet shëndetësore, aksesi në shërbimet administrative, aksesi në qoftë edhe në kurse, në shkollë, nuk e di, për të plotësuar pak më tepër, për të punuar pak më tepër për veten tënde dhe lirshmëria e të jetuar një jetë komode vetëm duke bërë një punë. Për të qenë shumë e sinqertë, se nuk e di, ndoshta tani u zgjata pak. Shumë faleminderit Matilda, falenderoj edhe për kohën që të morëm nga puna, sepse kuptoj që je në aktivitet dhe gjetë kohën për të përgjigjur. Kënaqësia është e mia, faleminderit. Si përfundim, si qershia mbitor, më në fund do kemi edhe një djalë në panelin tonë. Gjithmonë është stigmatizimi që vajzat heqin më shumë pengesa me barriera, por dhe meshkujt kanë dhe më shumë përgjegjësi dhe kanë dhe ngarkesat e tyre. Arber, mirë se vjen. Arbri ka lindur në Norvegji, ka kryer një arsim fillor atje, është kthyer në Shqipëri, ka ikur prapë në Norvegji, mos gaboj, dhe si përfundim është në Londër për duke kryer studimet e larta. Arber, doja të të pyesja, si ndikon tek ty dhe tek të rinj përgjithësi sensi i përkatësisë kur ke një eksperiencë kaq të larmishme, një lëvizje kaq të gjerë në Europë që nga fëmijëria? Edhe përshëndetje të gjithëve, faleminderit për ftesën dhe tani që gati bën 3 vite që jam këtu në Angli, besoj që kjo pjesa e përkatësisë është krijimi i 2 identiteteve. Kur vjen këtu është sikur të mësosh të ecësh nga e para,
pasi askush nuk të njeh, nuk njeh asnjëri dhe çdo gjë nis nga zero. Mos ke shok të rinj, krijon shoqëri të reja, eksperienca të reja dhe je në ambient shumë ndryshe të thoja nga Tirana. Atë besoj që është diçka shumë ndryshe nga ajo që jemi mësuar ne në Shqipëri, pasi në Shqipëri është ai rreth i vogël shoqëror, qytet i vogël që çdo njeri e di çfarë ndodh përreth, komshiun, shokun e lagjes. Desa këtu nuk para i njeh këto gjëra pasi ka shumë njerëz sa që është pa mundur të dirë që shka rreth teje dhe është më shumë një jetë individuale që ti krijon. Ka pasur shumë sfida pasi kur erdha për herë të parë ishte sigurisht në universitet, ishte ajo bota që hynje një shoqëri me multikulturalizëm si Londra, pasi është një qytet shumë i madh dhe shumë njerëz me prerë të ndryshme. Dhe është padyshim është shumë e vështirë të mësohesh për herë të parë dhe tash pas 3 vitesh besoj krijon njeriu atë identitetin e vet në këtë qytet që është pak a shumë i ndryshëm nga identiteti që unë kam me shoqërinë në Shqipëri. Shumë e drejtë Arbër, në fundit njeriu mëson të përshtatet dhe ajo rrugë e mesme që në fund ne mund gjejmë na identifikon dhe si njerëz, pra nuk ka nevojë që të ndihesh shqiptar, të ndihesh londinez, norvegjez, thjesht një qytetar i botës, le të themi. Arbër, unë e di që ti je një student ekselent dhe prandaj doja të të pyesja edhe për fenomenin brain drain. Pra si ndikon ky fenomen në një vend në zhvillim si Shqipëria dhe cilat janë disa nga zgjidhjet të mesme le të quajmë që dhe të rinë mos i pengojmë që të lëvizin, por dhe ato të kthehen dhe të kontribuojnë në atë. Atë arsyeja e parë që unë lëviza nga Shqipëria është patjetër që është arsimimi më i mirë, dhe ndoshta kushte më të mira në përgjithësi të jetesës, por mendoj do merja 2 shembuj që unë i shoh shpesh këtu në sidomos në Angli që është shumë sidomos pas Brexitit, që shumë njerëz nga vendet e Europës lindore që kanë qenë në zhvillim ndërsa tani janë të zhvilluara në vende të para si mund të quajmë, vende si Polonia apo Rumania, është që njerëzit kanë ardhur në vendet perëndimore në Angli, në Europë, kanë ardhur për të marrë atë eksperiencën e punës ose shkollës dhe janë kthyer mbrapsht dhe kanë kontribuar gjithë atë eksperiencë në vendin e tyre. Dhe unë besoj ky duhet të jetë qëllimi kryesor i të gjithë shqiptarëve që emigrojnë jashtë shtetit, është që të shkojnë jashtë, të marrin atë eksperiencë, të mësojmë nga njerëzit që e kanë bërë këtë punë para nesh, dhe të vinë ta implementojmë këtë strukturë në Shqipëri, që kemi edhe një farë sistemi që të jetë i barabartë me shtete si Anglia ose deri diku Polonia, që të jemi të barabartë me pjesën tjetër të Europës. Arbër, okay. Mund të vazhdoj. No, vazhdo. Thjesht 1 minutë. Pasi mendoj që në Shqipëria ka ikur shumë tru dhe mendoj që këto 10 vitet e fundit, po shohim fenomenin ndryshe nga emigrimi i viteve 90 që kanë qenë prindrit e mi, që kanë ikur thjesht për një jetë të mirë, tani po shohim që ka njerëz që kanë një jetë të mirë në Tiranë dhe po ikin prapë thjesht për t'u larguar atyre streseve që sa parafolja të përditshme që janë të panevojshme. Që besoj me pak arsimim më të mirë dhe me pak rritje të nivelit të standardit të jetesës mund të largohen dhe mund të jemi të barabartë me Europën perëndimore. Okej, Arbër, të falenderoj për ndarjen e eksperiencave. Të falenderoj dhe për kohën e marrë sepse di që je duke studiuar dhe gjete një kohë të limituar. Shumë faleminderit dhe juve. Të uroj suksese. Atëre, pjesës panelit i ka ardhur fundi. Mund të kemi disa minuta nëse doni të diskutojmë pyetje Q&A session, nëse dëshironi keni një paqartësi, mund të pyesni zonjat. Mua. Edhe Arbëri i duke. Apo ja. Po, edhe Arbëri mund ta pyesi. Ne shpresojmë të kemi përfunduar. Po. Aty na do dëgjojmë. Okej.
Lotjona, unë doja në fakt për të rinj që po mendojnë të bëjnë një eksperiencë studimore jashtë, çfarë do thoja që na ka bërë dhe mua më të lehtë. Se normalisht disa nga ne na mbështesin familjet, por nga disa familjet nuk janë edhe aq të hapur ndaj eksperiencave jashtë. Çfarë do t'ju rekomandoja unë do t'ju rekomandoja që ndoshta të gjejnë një shoqe apo shok të shkollës dhe të aplikojnë bashkë. Ashtu sikur se unë dhe Lutjona bëm bashkë dhe eksperienca ishte shkëlqyer. Kjo ishte, si thua, një lehtësi shumë e madhe për ne të dyja që të kishim dhe suportin e njëra tjetrës, dhe patjetër në rastin tonë ne kemi pas dhe familje të support. Por që edhe kështu funksionon, se ndoshta nuk duan që të largohen vetëm, mund ta provojnë në këtë formë. Faleminderit Matilda, se unë dhe Matilda kemi qenë roommates. Për momentin, që mos t'ju shpëtoj si informacion dhe di shumë mirë që me celularet para mund të ruani, institucioni ku Matilda punon, European Endowment for Democracy, kërkojnë intern për qytetarë nga Ballkani, pra mund shkoni për 6 muaj praktik, të paguar, pastaj nuk e di është e njoftimi kjo, por duket se është 1 vit, po tani nuk jam pasur shumë i sigurt, mund të kontrolloj më vonë. Pra është një thirrje e hapur për qytetarë nga Ballkani që mund të shkoni për praktik nëse jeni në vitin e fundit të studimeve. Thirrja e Chevening është e hapur në faqen e ambasadës angleze në Tiranë, pra ajo faqe që ju mund t'i bëni follow në momentin, dhe programi i Amerikës i masterit ose internshipit. Dhe Erida ka bërë në moshë të madhe, sepse pjesa e formimit gjatë gjithë jetës është një parim dhe ndjekje personale, por është hapur për çfarë do lloj moshe, mbi 18, normalisht masteri bie mbi 22, sa të keni bërë dhe... Po, masteri për Amerikën është pak ndryshe, sepse nuk ka bachelorin ton 3 vjeçar, duhet të kesh bërë patjetër bachelorin ton 3 vjeçar dhe ndoshta një master 1 vjeçar minimumi. Po, sepse ata e kanë 4 vjeçar bachelorin. Kjo është vetëm i kush, pastaj të tjerat janë shumë më të Përveçse që aplikohet tani për të shkuar vitin tjetër akademik. Kështu që do të thotë që ju të prisni të diplomoheni patjetër nga eksperienca profesionale është që fillon direkt në gusht. Po, do të mund të fillosh që nga gushti i këtij vitit në vazhdim, por brenda 1 viti, pra nga gushti deri brenda 1 viti për këtë lloj aplikimi. Kështu që janë faqe që janë thirrjet aktive, mund t'i ndiqni. Dhe unë ju falenderoj, faleminderit ju shtoja thirrjet e Erasmusit. Po, thirrjet e Erasmusit janë vazhdimisht të hapura. Jo, është nëntor 1 viti deri në janar e vitit tjetër. Jo, ka me universitetet. Erasmus është një... Erasmus shkëmbim studentor. Janë 2 programe, Erasmus shkëmbim studentor dhe Erasmus Master Joint Degree. Erasmus Master Joint Degree t'i aplikon tek Universiteti Lider, që është diku nëpër Europë, dhe çdo vit hapen nga muaji nëntori i secilit vit deri në janar, mund të shkojë edhe në shkurt të vitit tjetër. Kurse shkëmbimi studentor është brenda universitetit tuaj, ju do të gjeni shyrën. Është jashtëzakonshëm që besoj mund të bëjmë një sesion tjetër të dedikuar nëse do të jeni të interesuar në universitetin. Përse jemi këtu vetëm 1 minutë. Po, se meqense unë kam qenë edhe koordinatore e zyrës Erasmus në Shqipëri, dhe nga të gjitha raportet që unë arrita të gjeja nëpër ato vite që unë punova, një nga arsyet kryesore për cilën pengoheshin ose nuk aplikoheshin, sepse unë çfarë gjeta në raportet tona ishte që Erasmus shkollime studentore nga 10 vende 6 shkoheshin, pra 4 digjeshin. Në të gjithë këtë raport ishte shumë alarmues kur e dërgova Brukselit, dhe kjo një nga arsyet pastaj që unë fillova ta kërkoja, pse ishte shumë për edhe kjo personale për rubrika kërkimit, ishte sepse kemi studentë dhe të rinj të cilët janë dyshues për procesin, dyshues për aftësitë e tyre dhe dyshues se kur ose si do të mbulohet ana e shpenzimet kur ata shkojnë andej. Kto janë të gjitha dyshime, por ju mund të zbuloni shumë mirë nëse doni ti gjeni përgjigjet e dyshimeve kur ju aplikoni. Dhe ju a them të gjitha janë dyshime pa baza. Aplikimet janë shumë të sakta, nëse ti se fiton dhe thirrje para fitosh tek e dyta, prandaj mjafton të shfrytëzoni ato, vetëm jo semestrin e fundit dhe jo semestrin e parë të universitetit. Të gjitha pastaj semestrat tjera jeni eligible dhe keni shanse plot për të aplikuar. Siç thash, atëherë ishin 6 pozicione në 10 që shkoheshin. Prandaj kjo vinte pikërisht nga mos aplikimet dhe dyshimet. Ju lutem bëjeni
nuk është më mesatarja kriteri bazë, është i rëndësishëm, varet nga universiteti, varet nga drejtimi që mund të shkojë 50-60% që i pikëzimit, por pjesa tjetër është për aftësitë tuaja personale. Në moment që ju bëni letë motivimi jeni vetvetja, jo copy paste dikujt tjetër, më besoni aplikimin. Është edhe kjo ideja e nënvlerësimit, pra që shumë studentë bien të nënvlerësuar, pra nuk kanë besim te vetja që mund ta fitojnë një intervistë Erasmus. Prandaj ky është edhe shumë e rëndësishme, dhe meqense të gjitha thirrjet tona që folëm gjithë neve në panel ishte a filloni me një eksperiencë minimaliste që e keni shumë të shtruar rrugën që është shkëmbimi studentor, dhe ky proces është shumë pak i dhimbshëm, më besoni, sepse keni gjithmonë një lider ose një koordinator të universitetit që do t'ju bëjë jetën më të lehtë. Është shumë afër pra jush dhe ndihmojnë në çdo lloj hapi ai koordinatori që do shkoj. Unë ka pas të fatin shumë të mirë që kanë pas lutionën atë kohë. Edhe i ka ngelur këtë nickname 6 vjeç pavarësisht. Ka ngelur nickname Mother që atëherë domethënë sepse që në momentin e parë që unë mora aprovimin, gjithkohës Mother, çfarë do bëj për këtë? Mother, jam këtu, çfarë dokumenti më duhet? Dhe nga eksperienca ime, të paktën për pjesën financiare që përmendi te Rita, Shqipëria është duke qenë që nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian, është një ndër vendet që është shumë mirë financiarisht e ka maksimumin e Erasmus. Është maksimumi i Erasmusit, kështu që në çfarëdo lloj vendi që do shkoni, edhe në Suedi sikur të përfundoni që është normalisht vend shumë i shtrenjtë, bursa që ju vendreni është shumë e mirë. Nga të gjithë Erasmuset e tjerë. Do mund të përballoni jetesën shumë mirë. Kështu që mos e shikoni këtë si një pengesë, domethënë, sepse dhe unë atëherë në fillim dyshoja shumë edhe thoja që unë e di shumë mirë, domethënë që familja ime nuk ka për të më dhënë asnjë një lloj ndihme financiare sepse dihet se janë rrogat shqiptare, por që në momentin kur shkon andej mos e keni fare problemi. Thjesht do fokusoheni tek aplikimi dhe kur jeni andej pastaj të shijoni sa më shumë eksperiencën, të studioni sa më shumë, sepse normalisht të gjitha ato lëndët kur të ktheheni do ju konvertohen në lëndët në Shqipëri dhe kreditet për të përfunduar universitetin në kohë. Kurse për Joint Master Erasmus, këshilla ime vetme do ishte që nëse keni ndërmend që ta bëni, është një eksperiencë shumë e bukur dhe shumë e mirë. Kam dashur shumë herë që ta aplikoj vetë, por duke e shtyr edhe pastaj me gjërat që ndodhin I never went. Keni kujdes që të bëni si fillim pjesën e gjupës. Sepse ju duhet patjetër anglisht që të jetë mbrojtur. Nëse juve e keni atë me çfarëdo lloj provimi, IELTS, TOEFL, whatever, por që e keni të siguruar këtë pjesë, pjesa e aplikimit është shumë e lehtë. Mund të uleni dhe ju a them sinqerisht mund ta mbaroni për 2 orë. Pjesa më e madhe do ju marrë vetëm letra e motivimit, të gjitha detajet e tjera juve xha i keni sepse janë thjesht informacionet e përgjithshme që do bëni, ama janë 2 vite të jetës tuaj që mund të lëvizeni në 4 universitete të ndryshme në Europë, gjithashtu edhe në Angli, dhe formimi që keni për të marrë nga kjo gjë ka për të ndihmuar shumë gjatë. Ka programin që do të sidomos network që do bëni për të universitet. Pra nuk është një shkëmbim, po themi shumica e studentëve që ju shkoni 6 muaj diploma në fund mbetet shqiptare. Ju merrni një diplomë të mbulosur nga 4 shtete, nga 4 universitete. Dhe networku që do bëni, më thash, ndërprerja është i papar, domethënë jo vetëm për të shkuar në përdasma, por gjithashtu dhe për të ndihmuar për më tej, domethënë në punë dhe për çfarëdo lloj gjëje tjetër për karrierën. Kështu që thirrjet janë në kohë, mund të aplikoni, disa mund të jenë në javët e fundit, por vërtet janë aplikime që nëse keni këto listë notash e gjëra ligjore që mund të marrin 1-2 ditë punë, pjesa tjetër do 2 orë për shëndrim para laptopit. Për çdo pyetje apo hezitim që mund të keni, ne kemi përgatitur një kategori të vogël për ju. Kështu që mund të zbresim te pjesa poshtë, vazhdojmë bisedat se ndoshta keni ndonjë stepje apo diçka. Dhe për universitetet, për Politeknikun, për Wetin, faleminderit që ishit. Nëse doni, ne si Rrjet Erasmus jemi të hapur që sesione të tilla informimi ti bëjmë në për universitete, janë pjesë e bashkëpunimeve që ne kemi, mund të sillim alumni ose student aktual. Është vërtet e rëndësishme që të rinj shqiptar të informohen për mundësitë. Pastaj përdorni ose jo, ju jeni të lirë të merrni vendimet tuaja. Faleminderit. Thank you.